për fat keq nuk i dha dot 3 pikët skuadrës, që si shënuat, si ndjeni? Atëherë jam i lumtur për golin, po mendoj që me pak fat mund dilni me 3 pinga këtë ndeshje, sepse kishim raste, po që ky është futbolli, ndoshta pak ndikoi edhe terreni, po përgjithsisht jemi të kënaqur. Mos ndoshta i gol i Teutës edhe ju shpërshëndroi pak edhe ju bëri më të vështirë. Po normalisht e thuaj se psum në një moment të mirë themi për ne, sepse qarkullonim topin, po e gjetëm forcën prapë të kthehemi pjesën e dytë, po prapë mendoj që kishim raste tona që të kalojnë në përsi. Sa mund vlej kjo pikë paktën për të ruajtur vendin e dytë, sepse dihet që në final for ka rëndësi vendi i dytë. Po besoj që çdo pikë në këtë situatë që jemi të kampionatit vlen shumë edhe shpresoj që do vlej vazhdim edhe në fund kampionatit. Ndeshja rasë është duel direkt me Vllaznin, si e prisin dhe prisin të shpresojnë që noni. Normalisht do të ndeshja e vështirë sepse luajmë si Musafir Shkodër, po duke besuar te ky grup që kemi te këta lojtarë, mendoj që do dalim me rezultat pozitiv. Edhe shpresoj që të shënoj që ta ndihmoj ekipin. 12 gola, 2 më pak se sa kryesuesi i listës. Po e mendoni këpucën e harta? Normalisht ambicet janë për pse jo mos ta fitoj, po do shohim deri në fund, shpresojmë që po. Po për të ardhmen, çfarë do të thotë Zabrogja në 12 edicione apo? Besoj që në fund sezonit do diskutojmë për këtë. S'ka asgjë akoma.